A e kuptoni ju se çfarë po ndodh sot në Tiranë apo s'e kuptoni më? Shihni të tregoj një gjë që nuk shihet për din Tiranë. Kulla më e lartë e Tiranës, me ardhen e Shqipërisë, është mbuluar nga mjegulla. Shumë njerëz thonë, nëse kjo video të vjen telefon do thotë që ti e pëlqen vjeshtër. Kështu që mos haro ti bësh like videos, na lësh një koment dhe të na ndjekësh se do kemi video shumë të bukura. Do jem shumë gjatë në këtë rrjet, sidomos tani që u monetizua. Do thoni ju ç'është monetizimi. Monetizimi është që ti ke plotësuar kushtet e TikTokut, ke bërë video interesante, e tani TikToku që do të mbaj ty në punë, po themi, të paguan. Ka qenë një çun nga Elbasani që rin në Gjermani, besoj e njihni se del shu me video, ai më ka bërë mbar, nuk kurse e njoh, pa ai na bëri mbar që ta bëni një TikTok. Shumë njerëz i njihni, kur ti takoni nesër pas nesër do ju shohin dritë syrit për të kuptuar a është mirë ky nga truta apo s'është mirë. Ti do i shohësh, do qeshesh dhe do thuash ma do puna. Ose vrisin me se çfarë do thonë këto njerëzit që keni para mrapa, dhe të keni gjithmonë kujdes mos vidhni videot, punoni gjithmonë me tuja se algoritmi e di.